Kur jemi në prag të fillimit të sezonit veror, doktori ka folur edhe për alergjitë e detit, që janë të shfaqura jo rrallë, e ato janë alergjitë ndaj ujit, ndaj diellit, zallit për shkak të preparateve që aty përzihen antirreze. Alergjitë e detit është sezoni kur ne shkojmë pushime verore. Edhe tash normalisht që njëri shkon pushime edhe në sandi më fundi që llogarit është me pas ndaj smundje ose diçka, po prapse nëse jemi të përgatitur dhe kemi dikun mendjen tonë, çka mund të na ndodhë, atëherë jemi pakës përgatitur. Nëse dikush, domethënë kjo ndodh, alergjitë në det janë disa lloje, domethënë që mund të thojmë alergji. Konkretisht njerëzit ose qytetarë mund të pas alergji në diell. Domethënë, mund të ketë alergji në det, në ujë, domethënë në bimësinë e detit, në alga, në barishte të ndryshme që në det, në meduza ose në kafshë që dinë me shkaktu pickime dhe reaksionet në det. Mund me pas reaksionet e pacientat që janë pak më të moshuar dhe kanë terapi permanente, cilët kur shkojnë det, tash ndikimin e diellit nuk ka raste ku reagon persona që përdorin për shembull bana tensionit e tjera. Ose kemi raste kur kemi reaksione për shkak të ndikimit të diellit që kombinohet, domethënë zakonisht në det përdoren edhe kremat e diellit për mbrojtje nga dielli. Nganjëherë disa përbërës krema në ndikimin e rrezave të diellit mund të shkaktojnë reaksione në lëkurë. Po gjitha janë këto po të mos përjashtohet në insekte, pickimet e insekteve, që dinë me qenë shumë bezdishme edhe shumë me aprishën dhe pushimin dikujt. Po, absolutisht. Tu fillon mickojat, po mos flasim për ato më të komplikuara që janë te persona të cilët kanë alergji, që është bajegi serioze, është rrezikshme, po ndoshta një temë që kërkon më shumë diskutime, ndoshta do të lëmë për ndarje këto. Po, çka është shumë e rëndësishme, që po duhet të thekë, është persona të cilët kanë pas ndonjë rast të tillë të kaluar, veç ka duhet të konsultojë me mjekun para se më shkon pushim, mu informu se çka pritet, çka mund të ndodhë. Atëherë shumë më lehtë edhe evitohet, po edhe mund të më përgatit për çka mund të pasojë edhe pas ndet. Me këtë rast, doktor Astriti shpjegon se deri më tani janë jo më pak se 175 milion qytetar evropian që vuajnë nga alergjitë ndryshme, kurse sipas parashikimeve hulumtuese mund të thuhet se në vitin 2025 do të jetë gjysma e popullsisë me probleme alergjike. Ato fillon është kontakti i parë me diellin. Por ata preferohet për shembull te dielli që sa më herët me fillu mu ekspozu në diell. Mundësisht, po, kurse si nëse në det, nuk guxojnë të dalin në diell prej orës 10 deri ka ora 4 pas dite, pasi që spektri i rrezave të diellit ka rreze të mira dhe rreze dëmtuese që janë për lëkurën tonë. Mi evitu ato të cilat janë më dëmtuar, pasi që tash kemi edhe defekte të ozonit, që veç sigurisht janë të informuar dhe publiku, edhe tash filtrimin që bën stresat e ozonit për shkak dëmtimeve këtyre vrimave janë ndikimi më i madh dhe më i dëmshëm në lëkurë. Por ata preferohet personat që kanë pas alergji në diell, sa më herët para se më shkon pushim, disa javë përpara të fillojnë dalin në balkon, në bazene dikun, edhe fillojnë të marrin një ten, një ngjyrë deri në nivel, e cila do t'i mbrojë pastaj që të mos kenë reaksione. Po nëse ka nevojë, tash se ato janë individuale, nëse kanë tirazhe më të mëdha, konsultohen me mjekun se si t'i japojmë. Gjithë në barishte të detit kemi lloje të ndryshme të algave, barishte të detit sa të shkaktojnë reaksione në trupin, në kontakt me trupin. Edhe dinë me qenë ka herë të bezdishme, dinë reaksione bajegit më edhe me aprish pushimin dikujt, ose pickimet e meduzës. Kur nuk kërkon, domethënë nëse kanë pas raste të tilla të kaluara dhe kanë reaguar më avrullshëm se të tjerë, prapë njëjta gjë, konsultim paraprak me mjekun para se shkojnë në pushim, edhe një përgatitje se si duhet ruhen edhe në rast nevoje çka duhet përdorin në këto situata. Ka tableta, absolutisht gjitha. Absolutisht, kërkon trajtimi për të gjitha. Vetëm se duhet me ditë se çka ka qenë problemi. Mjeksi problemi është derisa e dim çka është problemi, mandej ka zgjidhje.